Bazuar në pikëzimin e përgjithshëm të aplikuar sipas këtyre indikatorëve, renditja partive politike është si në VM. Aleanca për Ardhërinë e Kosovës renditet e para me 13 pikë nga 50 të mundshme, pasuar nga Lidhja Demokratike e Kosovës, me 19 pikë, Lëvizja Vetëvendosur është e treta me 9 pikë dhe e fundit është Partia Demokratike e Kosovës me 6 pikë. Megjithatë, Partia Demokratike me 6 pikë, Megjithatë, në kontekst të asaj që thamë edhe paraprakisht, është e rëndësishme me u theksu se këtu dallimet të partive politike janë relativisht të kufizuara dhe nuk nënkuptojnë se ndonjë program ofron zgjidhje të plot apo reformim të mirëfillt. Diferencimet reflektohen kryesisht në faktin se disa programe përmendin më shumë indikatorë se sa të tjerët e jo domosdoshmërisht kemi të bëjmë me një cilësi apo thellësi të qasjes programore të partive politike në programet e tyre. Në aspektin e qeverisjes së mirë, për dallim prej sundimit të ligjit, partitë politike kanë trajtuar përgjithsisht pak më shumë fusha se në sundimin e ligjit. Dhe këto bën pjesë veçanërisht digitalizimit që trajtohet në mënyrë pak më të gjerë në programet e partive politike. Megjithatë, çështje kyçe, siç është transparenca dhe llogaridhënia qeveritare, depolitizimi i administratës publike dhe pavarësia e mediave, mbesin kryesisht të paadresuara apo trajtohen vetëm në aspekt të kufizuar apo deklarativ. Në fushën e sundimit të ligjit, gjetjet janë edhe më shqetësuese. Programet nuk ofrojnë vizione të qarta për reformën në sistemin e drejtësisë. Çështje të rëndësishme si vettingu në drejtësi, lufta kundër korrupsion, integriteti në fushën e prokurimit publik, mbesin pothuajse jashtë trajtimit nga ana e programeve të partive politike. Edhe aty ku përmenden disa elemente, ato mbesin kryesisht në nivel deklarativ dhe pa strukturim të masave konkrete. Vettingu, për shembull, në sistemin e drejtësisë nuk përmendet nga asnjëra prej 4 programeve të partive politike, ndonse kemi pasur një diskutim shumë të madh për këtë çështje, paraqet një ndër reformat më të diskutuara në fushën e sundimit të ligjit. Si duket, kjo është strategjia e partive politike në mënyrë që me ikë përgjegjësisë. Ne nesër nëse duhem ta matim, si të themi, punën e tyre, nëse këto parti politike nesër vinë në pushtet, atëherë nëse matim me programe politike, mund të themi që nuk kanë obligime, sepse këto që përmenden në raport nuk janë në programe politike. Por ne duhet ta masim punën e tyre me atë çka kanë konstatuar në debate televizive, atë çka kanë premtuar në fushat politike. Për parti politike serioze, të cilat aspirojnë me udhëheq me një shtet, nuk do të duhen asnjë rrethon, do të thotë që programi politik të jetë shumë i dobët.